Të ndëruar shikues të platformës Art Motion, ju përshëndes, jemi lidhur direkt me pamje nga Zair Pajaziti Podujevius, aty ku Llapi skuadra e Tajir Batatinës do të nisë mbrojtjen e trofeut të Kupës së Kosovës ndaj vllaznisë Pozhoranit, ndeshje e vlefshme për fazën e 1/16 në Kupën e Kosovës, aty ku Llapi ka fituar 2 edicionet e fundit dhe do të synoj të jetë protagonistët e këtë edicion në Kupën e Kosovës, që siç kanë thënë zyrtarët e klubit tashmë po mbetet objektivi i vetëm i Tajir Batatinës dhe skuadrës së tij në këtë edicion të garave, pasi ka mbetur larg pozitave të para në Albimall Super League dhe padyshim mbrojtja e titullit është një objektiv më i afërt për llapianët që sot e presin skuadrën që militon në ligën e parë, vllaznia e Pozhoranit që është madje në pozitën e fundit në të 10-ën në grupin B të Viva Fersh ligës së parë dhe absolutisht që favorit mund të llogaritet Llapi, por vetëm në letër, pasi këtë duhet ta dëshmojë në fushën e lojës. Do të shkoj me formacionet e të dyja skuadrave mjaft ofanzive. Skuadra e Llapit sot në fushë po shohim formacionin 4-3-3 në port është Avdyli, pastaj Selimi, Emini, Neto dhe Arajo në mbrojtje, Stafa, Rivera dhe Prokni në mesin e fushës, kurse Kurta Jali dhe Dema mbështesin sulmuesin kryesor Triljon Fazliu, pra pothuajse 5 sulmues i ka në formacionin e parë Llapit, që do të tentojë sigurisht që sa më shpejt ta gjejë golin e përsis. Në anën tjetër, skuadra vllaznisë të Pozhoranit të rreshtohet me skemën 3-5-2, në port është Mehmeti, pastaj Pira, Halimi dhe Ajeti në mbrojtje, Onoka, Ismaili, Jakupi, Sherifi e Halabaku në mesin e fushës, kurse Maliqi e Osmani përbëjnë fazën ofanzive të skuadrës që prihet nga Salla Sherifi dhe vjen nga Pozhoranit, që sot sigurisht ka udhëtuar për të dëshmuar një paraqitje të mirë sot ndaj Llapit, që vjen nga një kategori më lartë dhe padyshim cilësia është në anën e llapianëve. Gjystar kryesor sot është Gramës Shala nga Peja, kurse ai ndihmohet nga Gzim Mehmeti e Visar Kelmendi, teksa gjystari 4 është Ersen Janovali nga Prishtina. Kjo trupe gjystarëve që do të përkujdeset që gjithë ka shkojnë bare mirë sot këtu në Zair Pajazit, do të jenë shumë ndeshje që zhvillohen aktualisht me fillim nga ora 12 anë mban Kosovës. Të gjitha skuadrat do të kërkojnë kalimin në mesin e 16 ekipe më të mira apo në 1/8 e finales. Një skuadër dihet cila ka shkuar atje dhe fare pa luajtur, madje është Prishtina, që ka kaluar tutje pa luajtur fare ndaj vllaznimit të Gjakovës, e cila nuk ka vendosur që të luaj këtë edicion në Kupën e Kosovës, dhe Prishtinës sigurisht do të kërkojnë të bashkohen edhe 15 skuadra tjera. Kupa e Kosovës një tjetër ekskluzivitet që platforma Art Motion e sjell për abonuesit e saj. E dini, Llapi në finalen poshti dritën edicionin e fundit, kurse një vit më parë apo një edicion më parë kishte mposhtur Dugazhinin e Klinës, të dy ndeshjet i fitoi në Fatit Vokri skuadra llapiane, që do të tentojë që ta fitoj për herë tretë rresht madje Kupën e Kosovës dhe ta bëjë përgjithmonë të vetin trofeun e famshëm të këtij kompeticioni. Por të shohim se sigurisht sot është vetëm ndeshja e parë, do të jetë një rrugtim goxha i gjatë i llapianëve për të arritur këtë objektiv që kohëve të fundit ka qenë më se i mundshëm për Llapin, që gjithë një ka treguar lojra të mira në këtë kompeticion. Gjithë ka është gati tani, po bëhet gati Gramës Shala për të dhënë fishlimën e parë që t'jep starting këtij ballafaqimi në Zair Pajaziti. Gjyshtari nga Peja që mbrëmi ishte gjyshtari 4 ndeshje në mes të Kosovës dhe Armenisë, që mbyll ballën. Ka nisur Sita me topin e parë të shtelmuar nga mysafirët. Shohim se si do të performojë sot vllaznia e Pozhoranit, ish anëtare e Superligës së Kosovës para disa stenoreve. Shohim këtu depërtimi i parë duket se është nga mysafirët, që provojnë ta organizojnë sulmin e parë në këtë ballafaqe. Maliqi me shumë kundërshtarë. Maliqi duket se është ndalur loja dhe topi do t'i takojë vendesve. Mungon Ilir Krasniqi sot te Llapi, dini Krasniqi ishte pjesë e Kosovës në ndeshjen e mbrëmshme në Fatit Vokri, po ashtu Shabani mungon, është i suspenduar. Disa lojtarë tjerë të cilët janë në pushim por Llapin, që kanë program të 2 ndeshje faktikisht në Albimall Superligën e Kosovës, derisa të përfundojë dinori vjeshtor. Gjiro e 18 që zhvillohet në vikendin tjetër, kurse Llapi do të rikuperojë edhe ndeshjen e mbetur me Ballkanin. Neto
Braziliani me pasimin e gjatë drejt Gerard Prognit, ka ndërhyr aty Henry Onoka. Elbasan Jakupi, kapiteni ka bën në pasim. Araujo. Bianor Neto. Dominon me kapitenin Benjamin Emini, trimëror Selimi. Jemi dy fysh me stafën, trimëror Selimi dhe sot i vendosur në rolin e mbrojtësit të djathtë. Bujar Idrizi është në pushim. Kapiteni i parë i kësaj skuadre. Është ndërhyrje pa lejuar në Albion Kurdanisht, futbollistin e Ferizaj Stinori, parte Llapi. Pa ndërhyrje ndaj anësorit Llapit, do të ketë mundësi tash skuadra e Tahir Batatinës që të rrezikojnë nga ndërprerja. Në plan të parë Salah Sherifi, i cili u largua nga Xhilani për të qenë shefi shtabit teknik të skuadra e vllaznisë së Pozhoranit. Në topit Rivera, vjen arkimi i tij i lartë direkt në portinën që nuk është shumë i sigurt Mehmeti. Arrin që ta bëjë tinat të top Donat Mehmeti që nuk humb kohë me njerë për vend të nisë topin e gjatë për ta thënë në kundër sulm. Të papërgatitur mbrojtjen e Llapit. Ishte një ndërhyrje pa lejuar në gjysmë fushën e vllaznisë së Pozhoranit. Jakupi. Halabaku. Pasimi ti në krah. Brava dopi Pira. Jakupi edhe njerë tjetër. Në një zonë të qete ka quar topin. Ajeti. Rapon atje Onoka. Nësë ato topi përmundon në duart e Ilir Abdylit. Tjeri të parë të Llapit edhe sot. Është aty mes shtyllave. Neto. Ndaj Ferizaj në humbje në shtëpi. Kështë Llapi arritin lufturit të madhe, pastaj ndaj Ballkanit Fazliu. Elon Fazliu është në zonë i lëvizshëm. Në topin prapa. Në kjo goditje, në fakt një arkemi Araujos, Onoka largon Stafa. Nuk arrin ta kontrollojë topin mes fushor i ri i Llapit. Trimëror Selimi. Neto. Pasimi gjatë i Bianor Netos drejt festim Ali Dema. Formë të mirë kohëve të fundit është Ali Dema. Mbyllën nga Onoka. Duket se më në fund po rikthehet Ali Dema i dikurshëm. Progni. Është në hyrje të zonës, kombinime të vendeve. Trimëror Selimi ka hapësirë. Selimi arkimi Olët. Nuk reagon mirë aty mbrojtja Ajeti. Në topin. Ajeti ka presion ndaj tij. Futbollistët llapian trimëror Selimi nuk patin ndërhyrjet pa lejuar, por e humbin topin shumë shpejt vendësit. Ajeti edhe një herë tjetër. Taulant Ajeti largon rrezikun. Vetëm deri te Selimi. Onoka. Henry Onoka. Kale mirë përpara e Maliqit. Tja rikthej topin Onokës. Selimi rrezikon pak, por mirë ja del mes dy kundërshtarëve, Shantari Ulpianës në Superligën e Kosovës edicionin e kaluar. Fazliu brava, jo mirë te Rivera. Por duket se është dalur loja nga shala pasi kemi një futbollist të shtrirë të vllaznisë së Pozhoranit. Më duket se është Sherifi ky, Arlind Sherifi që ka mbetur i shtrirë. Futbollisti datëlindjes 2002 po. Pas këtij dueli me trimëror Selimin. Sukseset më të mëdha Llapi ka rritur pikërisht në drejtimin e këtij njeriu Tahir Batatina, duke fituar, siç e tham, 2 herë kompeticionin e dytë ndoshta më të rëndësishëm në futbollin kosovar, siç është Kupa e Kosovës, që padyshim është bërë shumë e rëndësishme, sidomos pas vitit 2016, pasi kampioni i Kosovës apo fituesi i Kupës Palmi automatikisht kalon në garat evropiane. Kualifikueset për Ligën e Konferencës. Elbasan Jakupi. Futbollisti Xhilanit, trajneri i asaj skuadre. Është larguar shumë larg nga Xhilani në Pozhoran.
e kësaj skuadre. Stafa përfiton aty në mes të fushës. Andri Stafa. Benjamin Emini me shëritjen e kapitenit sot. Ali Dema nuk ka arrin ta kontrolloj topin. Selimi. Është në këtë raund ndeshjet janë me sfida teke dhe automatikisht duhet vetëm një ndeshje dhe na duhet gjithsesi një skuadër që kalon në drejtën e finales, nëse ndeshja është para pas 90 minutave shkojmë në kushtesë, pastaj në penalltit eventuale. Neto. Selimi. Ndeshje. Transmeton direkt sot pa e Kosovës. Gjilan Vajgjilani dhe Trepqa, kurse në Skënderaj Drenica ndeshët me flamurtare. Në sport 1-2. Jakubi, topi nxirret jashtë, pasi ishte një shtrirë Krilon Vazliu. Shtopi prapa te Donat Mehmeti, ende nuk i kemi parë asë një rast që para raportës së Donat Mehmetit, po ashtu të Ilir Abdylit. Pira. Alabaku. Pasimin në gjatë drejt Onoka, Selimi me kokë bukur, vjen aty pas Liu, fiton duelin me një kundërshtar, ishte me Jakupi pranë tij. Progni. Ishte më prapa sot, numëror Selimi. Neto. Stafa. Koda, hap lojën të Aurajov. Kurtaj, hapësira tash. Albion Kurtaj, kalon një kundërshtar, nuk ka ndryrët pa lejuar, thot Gramoz Shala. Mundësi për vllaznin e Pozharanit, që dalë përpara shpejt. Kapiteni Jakubi. Pasimi i tij i gjatë. Bakut, apo është Osmani këy falni. Parkimi Osmani, vetëm deri te Neto që largon. Rivera. Jakubi. Halimi. Talanta jetë edhe njerë tjetër. Onoka. Bukur Onoka, aty e çon topin në mes në fushës. Malici të rregull, ja kthen topin edhe njerë tjetër. Henry Onoka, si ka hapësira. Onoka gjithë një vjen Emini për ta mbyllur. Gol out thjesht. Topi do t'i takoj Ilir Abdyli, nuk ka rrezik për gardianin e portës së Llapit. Emini. Arajo. Andri Stafa. Bukuraj pasem shumë mençë drejt Stafës që ka hapësira. Nuk kom kohë dhe me njerë kombinon me Ali Dema në krahun e djathtë. Bukur Ali Dema e kalon Onokan. Ali Dema futet në zonë, pasimi i tij drejt Vazliut. Nuk kthehet topi më te Ali Dema që do të bëjë rrezikshëm aty. Malici. Selimi prapa te Emini, Benjamin Emini, avancon Emini, nuk e dale askush, shihni se ku arrin Emini. Pron ta kthej topin, vetëm rivënia nga këndi duhet jetë. Apo jo. Emini pas ka luajtur në fundit. Mendoj këtu Emini me atë për tim. Por mbrojtja reagoj. Sigurisht ndeshjet e kupës specifik të veçantë dhe befasit e kemi parë gjithë një janë prezente. Kosovar, po gjithandej në Evropë. Ishte që padyshim duhet mirën seriozisht. Që s'ka mund të vendosit brenda 90 minutave. Duhet të vendosit faktikisht dhe brenda 90 minuta. Bukur japet rrugë topi atje drejt Prognit. Për televizën në zonë, Progni.
Kimi di në shtyrën e dytë, Kurtaj nuk arrin të luajë me kokë. Go topi nga Osmani i kthyer. Stava. Emini krejtësisht i qetë. Progni të rriqet për ta pranuar dopin. Gerard Progni. Tjetër sakte Kurtaj. Avravjo. Bonat pasim shumë i fort. Golaut. Dhe takoj Donat Mehmeti topi. Mi ka buar presingu i lartë i vendësve, jep rezultat Kurtaj. Francisco Rivera. Fazliu, ja mundësia, Fazliu, goditja e parë, mbi port. Drejt portës së Vllaznisë vjen në minutën e 12 saktësisht, provoi Drilon Fazliu. Me ngushtë aty me Rivera. E fort por jo sakt gjuajtja. Nedo. Progni. Rivera, bukur për Kurtajn. Topi edhe një herë tjetër nga Pira. Selimi. Selimi avanzon përpara. Progni. Rivera. Kurtaj ka hapësira tani. Kurtaj provon goditjen. Ta blokoqen nisi Araujo. Insiston Llapi prej 2-3 minutash. Ka mbyllur prapa Vllaznin. Bukur. Kurtaj e kalon një kundërshtare. Kalon edhe të dytin. Kurtaj gjët një. Kimi jo e mirë. Rrjet e jashtme. Ne vjen fundora i tot. Tregoj aftësitë e tij. Fenomenal Terizaj në ligën e parë. Sot ka rastin dhe aftësitë e tij në ligën e parë shpesh luaj titullar në sulmin e Llapit. Është një vëlluar, do të thënë. Noga në mesin e fushës. Jakupi. Mirë te Tavlanda Jeti. Është në mesin e fushës. Jakupi. Nënëtore i përket Vllaznisë po Zharanit. Ajeti. Enrio Noga. Shkondopit e Halabaku. Në pronësi i vendësit po mbyllet një qere gole lojë. Një goditje e Fazliut ish minutën e 12. Greu sam, greu! Pasimi te Kurtaj që ka hapësira tani, çoj. Kurtaj bukur e kalon një kundërshtar, kthen topi brapa Francisco, jashtë. Ja shkon gjuajtja. Francisco Riveras ka pas një devijim. Ka përshtypjen vendimtare. Shojmë edhe një herë tjetër. Topin e kthyer nga Kurtaj, goditja e Riveras. Sa afër golit. Llapi në këto momente vetëm këndore. Ali Deva nga këndi. Topi i lartë drejt zonës. Nuk ka goditje me kokë. Nga vendësit. Arkem, është i lartë. Kemi korner. Po jo. Ishte pozicion jashtëjove për netur më duket.
goditje aty sulmuesi Bergin Malici. Fair play nga Lapjani. Kurtaj. Gerard Progni, me njerë nis një pasim gjatë, drejt Ali Demës. Shojmë Ali Dema, vjen Ajeti për ta mbyllur, ja del Ajeti, perfekt. Nuk ka ndërhyrje të palejuar me gjatë, Ali Dema, Fazliu. Stafa, Andri Stafa, provon me të parën, blokot e majta ti, Ali Dema, Selimi. Rorë Selimi nuk arrin ta kontrolloj topin. Një kundërshtar, Ajeti, në të përpara. Selimi, Emini dhe Neto. Arajo. Kurtaj. Fazliu është në zonë. Velon Fazliu, bukur pasimi të Stafa që kthen prapa. Progni është i rrezikshëm në këto hapësira. Fazliu, un momentin Gerard Progni për të goditur. Velon Fazliu, vjen aksioni Llapit. Arajo. Kon Arajo ullët. Smostron topin Pira. Emini. Selimi. Ali Dema, prej minuta shtash insiston Llapi ta marrë avantazhin. Vestim Ali Dema, bukur pasimi te Rivera. Onoka largon Allabaku. Zdiku të shtare, Allabaku gjithë një ban topin, Onoka. Vjen Rivera për ta rikuperuar topin. Kombëtër Sherifit, perfekt pasimi te Albion Kurtaj. Megjithatë është më i avancuar Kurtaj. Pozicion jashtë loje. Dushim. Këtë se bëtë fjallë për offside këtu, por megjithatë gjyqtarët e kanë marrë vendimin. Goditje befasishme nga distanca. Kurtaj, hapësira, edhe njerë tjetër, Albion Kurtaj, dy kundërshtari ka pranë, Albion Kurtaj futet në zonë, përrin ta kthej topin te Progni, komplikon aty Kurtaj, është i rapar, vjen më thjesht. Arajo. Progni. Emini. Neto. Neto. Mirë te Rivera. Rivera në tentim për ta gjetur atje Selimin, Onoka ndërhyn. Allabaku. Onoka është i shpejt, por nuk arrin ta kontrolloj topin. E dorëzon te Stafa. Trimëror Selimi. Me Ançormet parën te Drilon Fazliu, ja mundësia tani. Fazliu. Fazliu ban topin më gjatë Stafa. Kurtaj. Edhe njerë tjetër. Albion Kurtaj. Kon drejt zonës. Larta i top për askon direkte te portieri Donat Mehmeti. Kërkon që të zhbllokoj sfidën Llapi. Jakupi. Kapiteni Elbasan Jakupi. Bandopin për lëvizjen e shokëve të skuadrës. Onoga. Allabaku. Dhe tope Emini. Selimi. Stafa. Progni. Rivera. Emini. Berat Bershevini aty as me Fazliun as me Selimin.
topin në duart e vetëm në këmbë dhe Mehmetit. Pira, apo është Halimi, Ismaili. Emini, gjithë skuadra e Vllaznisë po Zharani, 3 minuta është mbyllur prapa. Ali Dema, mire ka kombinuar atje pasimin e tij me Fazliun. Selimi brava, Progni. Gjitha forcat po ndrohet Vllaznia po Zharanit. Shohim goditja! Super gol nga Festim Ali Dema. Çfarë goli ishte ky? Perfekt Ali Dema në cepin e bordës. Minuta 23 dhe Llapi kalon në avantazh pas një super goli, Eurogoli vërtet. Ka qetësi në bankinën e Llapit, por sigurisht edhe lumturi pas këtij goli. Mjaft bukur. Ndryshojnë shifrat, shpërblehet Llapi. 3 minutës së 12 në vërtet krijoi skuadra e Llapit. Në raste. Është problema në fund. Eurogoli. Halimi. Reagimin e Vllaznisë po Zharani tani. Pasimi Barbara, që mirë ideja për atë vertikalizim të Allabaku. Edhe njerë tjetër, super goli, një golazo. Festim Ali Dema, që konfirmon momentin e mirë. Shumë e sakt, e fort kjo e djallë, pa gjasa. Portieri, Donat Mehmeti. Fazliu, Kurtaj. Arajo. Emini. Ali Dema. Festim Ali Dema. Andri Stafa, Neto. Bukur, pasimi të Ali Dema që ka hapësirë. Ali Dema e provon edhe njerë të djathtën. Jo, drivoni nga këndi. Do t'jetë më e qeta në skuadra e Llapit që do të kërkoj edhe golin e sigurisë. Arkimi. Shumë tjetër goditje, nuk ishte larg as kjo. Gerard Progni, gjithë një rrezikshëm. Tilla situata është Progni. Edhe një tjetër. Gjuajtje prellë vërtet. Jo sakt për fatën e mirë të Mysafir. Jakupi. Emini dalë aksionin e Mysafirve. Bukur pasimi te Onoka, shini hapësira çika. Henry Onoka. Vjen Emini për ta mbyllur. Arkimi jo reagimi mirë nga Avdyli. 1-1, pothuajse pa bër asgjë, arrin që të parazoj. Vllaznia e Pozharanit ka shënuar Hallabaku në gjuajtjen e parë drejt portës së Ilir Avdylit. Shumë shpejt. Barazojnë Mysafirët. Reagim jo i mirë i Ilir Avdylit. Ta presim për sëritjen për ta parë edhe njerë momentin e golit. Befason Vllaznia Pozharanit. Të shojmë njerë tjetër. Onoka aty. Markon ullët. Nuk arrin ta kontrolloj topin. Ilir Avdyli shini.
Gabim i rëndit i nga përsia Hallabaku e dërgon në rrjetat e top. Ali Dema. Nga jede pasiguri e Abdylit. Ka sjell golin e barazimit. Hallabaku. Ali Dema kësera dhe i sigurt. Hyre pali juar. Një tjetër lojtari ba aktiv ndoshta te apo sot Kurtaj. Këto mënyrë është fauluar. Do të kemi karton verë madje. Është për kujtim pirën. Se markimin në këto moment është i larë Neto me kokë Selimi Selimi t'i gjatë topin Elbasan Jakubi rastin e parë që Vazhdia u fut në zonën e lapit arritet që të realizoj Rivera Rajo Stafa Andri Stava në djathë, Selimi mire ka kaluar atje, no, ka në arkimi rëzik shumë goditja me kokë, 2-1, rikthehet e përsia në anën e vendës dhe Bianor Neto ka shënuar. Minutën e 29 çdo 3 minuta, po kemi nga një gol tani. Të 23-ën fillimisht shënoi Ali Dema, barazoi Hallabaku dhe ja rikthehet e përsia Lapit. Sistemi trimëror Selimit perfekt do të në kraun e djathtë aty në atë kalim dhe jo në okas dhe Neto që gjindet në mënyrën më të mirë dhe me kokë këtu në rrjetën e Mehmetit. Shojmë një herë tjetër kalimi i Selimit, harkimi perfekt dhe goditja. Nuk arrin ta kontrolloj topin Jakubi. Simi përpara Hallabaku e kalon Eminin, lëshon topin përpara. Vjen Neto. Shon këtu. Asgjë. Që sot kemi sistemin VAR. Ali Dema. Bukur, shëni hapësira që i ka futbollisti Kurtaj. Albion Kurtaj. Kurtaj gjithë një goditja e tij. Në duart e portierit Mehmeti. Provojnë një gjuajtje Kurtaj, teksa një futbollisti vllaznisë së Pozhoranit ka mbetur i lënduar, ndjen dhimbje atje. Shkon Gramus Shala për ta parë situatën e tij. Dy futbollistë të shtrirë madje. Është një lap. Daloj 2-1. Hallabaku autori golit të barazimit. Për ndihmë mjekësore
ashtu sikur se edhe Benjamin Emini. Ngritët Selim Hallabaku. Futbollistit Atletikës 2003. Arriti të shënoj sot 18 vjeçar. Shojmë edhe njerë tjetër super gol të Ali Demës, të cilin do të shojmë tu më mirë. Ja, të kemi kuptuar të djatën e ti që ishte shumë precize. Është goli i barazimit, ishte nga Hallabaku në minutën e 26 pas gabimit dhe Ilira Vyllit. Më pas, 3 minuta shlapi e rimurje për si të netos me kokë. Të rikëlloj loja tani. Onoka e kalon Eminin, pasimit e Hallabaku, që s'ka në rregull me të, por shumë i fort ky pasim. Të janon e to. Që këshon në lujën e ajre, edhe sot këtë. Një ka pikat e fort ato dhe o lapit në këtë element lojës. Arajo, drejt pas liut. Korner është i treti për lapin. Kurta i pran dopin. Vjen argimi ti. Shtu në pari rrezikshëm ishte. Në mbrojtja. Ishte rrezikun në këtë akcion dhe lapit. Progni. Mirë te Arajo. Elbasan Jakupi. Shkon në karton verdh. Sherifi. Pasimi për para. Hallabaku është i vetëm edhe njerë tjetër për mbështetjen. Hallabaku. Pasimi mjaft i mirë, shojmë ka dalë Ilira Vylli. Kontrollon topin para Elbasan Jakupit. Plasja e Jakupit. Përtjena Vylli. Stafa, hapësira. Selimi. Progni. Stafa. Shini hapësira që ka Arajo. Kurtaj. Fazliu. Arkimi di mjaft i mirë drejt Ali Demës. Forse që duhet. Ali Dema nuk e arriti. Shumë në rejtë skuadrës e ti, për e ka shumë nuk kështoj sa sistema Ali Dema.
Progni rikuperon dobin. Shumë këtu. Kemë paksa me vonesë nga Ramos Shala. Dhe është karton i verdh për Gerard Progni për shkak të protestave të Ramos Shala. Nuk e fal. Ramos Shala pasi ky i fundit Progni pra e kontestoi vendimin e tij. Shumë se s'ka ndodhi këtu. Me vonis, ishte me vonis, të thënë, reagimi Ramos Shalës. Shumë letë mund të vinte aty dhe goli i treti Llapit. Topi përpara drejt Hallabaku, ditarit më të rrezikshëm të vllaznisë. Hallabaku. Kimi që devijohet Stafa. Kurtaj. Kurtaj ka hapësira, po lihet i vetmuar. 3 minuta është tani. Kurtaj çelë shumë topin shumë përpara për të mos e kontrolluar më. Jakupi Sherifi. Po Zhoranit ka objektiv pjesë në FIFA First Ligën e parë. Është në fund grupit B, pozitën e 10. Progni. Lojën mirë edhe njerë tjetër. Dhe Kurtaj. Kurtaj, bukur, Albion Kurtaj e majta rrjetë e jashtme. Këtë bërë mirë përveç goditës finale, Albion Kurtaj. Ka mundur të kombinoj me Rivera. Ose për goditje. Arajo. Progni. Topi dali Dema që ka hapësira. Vestim Ali Dema edhe ky provon goditjen. Jo mirë kësaj radhe. Vestim Ali Dema. Priti diku tjetër lëvizjen e trimërarës Selimit të befasua. Është bit përpara këtu e Mustaferve. Bukur këto kombinime. Hallabaku mban dobin. Jakupi brava, Onoka. Mban këtu Onoka me këtë pasim. Spikimi ndeshja për Onoka në këto 40 minuta. Shumë gabime ka bërë ky futbollist. Henry Austin Onoka. Emini. Pasimi ka buar, jep mundësi Llapit që të organizojë një aksion shpejt. Pas Liu në rryre pa lejuar në Ali Dem, në fakt në Kurtaj.
kombinimi dyfisht. Duhet jetë i kujdesshëm, kujtim Pira. E falë kësaj radhe Gramos Shala. Është ndëshkuar me karton të verdh, ndalë një aksion kohë gjatë të rrezikshëm këtu. Kërkohet pak sa i më shirshëm me të Gramos Shala, e shojmë një herë tjetër. Hyrja e ashpër. Minuta 42 po mbyllet. Ka mundësi këtu Llapi të shënojnë nga ndërprerja. Ali Dema dhe Progni janë pranë topit. Se cili do të gjojë, që të dy kanë goditje shumë të forta. E dëshmoj këtë më parë. Ali Dema e Progni ka dëshmuar në të kaluarën. Ka shënuar në të vërtet golat të paparë. Duke që Ali Dema do të gjojë. E bën një gjë të tillë, ndalen nga muri i gjallë goditja. Progni, bukur pasimi te Stava. Andri Stava, lëvizje ti e majta e Stavës e dobët, i rikthehet topi edhe një herë tjetër. Po në dy raste gjojtja e Andri Stavës. Arajo. Selimi te zona Avdyli. Arajo. Avanzon, Arajo. Rilon Fazliu, ja mundësia, Fazliu. Nuk e pranon në mënyrën më të mirë atë top. Pasimi te Rivera. Progni. Ali Dema. Pasimi ullët goditja. Riveras. Piport. Që një rrjadë shumë javë dhe mirë i Llapit këtu. Jakupi. Drejt mundi do pjesë së parë. Jakupi hap lojë në krahun e Edjan. Këtu Arkimi ullët. Period. Rivera. Kurtaj. Ma do të vijë edhe një tjetër gol, kemi hyrë në minutën e 45. Progni. Rivera dhe Stafa. Selimi. Ali Dema. Trimror Selimi. Ban dobin. Selimi gjot një kombinon me Prognin. Perioda i top. Emini bukur e rikuperon një top. Ali Dema, sa mirë të Benjamin Emini. Mundësi tjetër për Llapin. Emini kthen topin Fazliu. Tollovia tje goditja. 3-1, goli është i rregull. Francisco Rivera ka shënuar në minutën e 45. 3-1 Llapi. Reagimi as pak i mirë i mbrojtjes së vllaznisë së Poshorani tani. Një aksion i gjatë i llapjanëve. Asistimi i Eminit. Goli Riveras. Pati një mundësi mjaft mirë në minutën e 15. Sarada e arrin qëllimin. Ja shojmë edhe njerë momentin e golit. Shini këtu Tollovia në çfarë mënyre shënon Francisco Rivera. Mënyrë akrobatike. Goli është shumë i bukur. Jo kthejës pak larg portës. 2 minuta lojë shtesë ndërkohë. Gjërat bëhen tash më të thjeshta për Llapin. Shojmë autorët e golave.
pse do të ketë ku për një aksion të fundit në këtë pjesë parë. Halabagu avancon përpara. Të detyrohet luaj prapa Onoka. Ismaili e ndjek Stava. Ismaili në Tondëryn. Kurtaj. Albion Kurtaj, mirë mes dy kundërshtarëve. Ali Dema, çojmë mundësi për golin e 4 të Llapit. Progni është në zonë. Gerard Progni e kthen domin te Ali Dema. Bukur prapa Drilon Fazliu. Kompleton pokerin për Llapin. Drilon Fazliu në sekundat e fundit të pjesës së parë, një kundërshtim i shpejt. Dhe vren diferencat që kanë këto dy skuadra. E pam krejtësisht e zbuluar prapa vllaznia Boxholanit, as pak mirë vendosur mbrojtja. Ali Dema asiston. Drilon Fazliu shënon. Çka e thjesht me një këmbë gjysmë. Llapi është në 1/8 e finales në Kupën e Kosovës. E shojmë edhe njerë tjetër këtu, me thembër. Si një drejt Fazliu që nuk e pati të vështirë aty për të shënuar. 4-1 pjesa e parë. Shumë gola, këto 45 minuta dhe Llapi për momentin, po merr një fitore të lehtë ndaj skuadrës që vjen nga Liga e parë. Pas një pushimi të shkurtër të nderuar shikues, do të rikthehemi sërish në Podojev për ta përcjellë edhe pjesën e dytë. Jani të qëndroni me ne.